Klubi i Ciklistëve Skënderbeu po përgatitet për të marrë pjesë në një garë kombëtare që do të zhvillohet në kuadër të çlirimit të Kavajës. Klubi me para të rinj dhe të rinj do të karojë në datën 28 mars në një itinerar prej 70 kilometrash me destinacion Kavaj-Durrës-Maminas-Kavaj. Trajneri i klubit Renato Telhaj thotë se janë duke kryer stërvitje intensive për të përfaqësuar denjësisht në këtë garë. Në datën 28 mars jemi në Kavaj për çlirimin e Kavajës. Edhe gjithë shunat janë përgatitur për këtë ditë. Stërvitja është e përditshme nga ora 2 deri në orën 5. Shunat janë të rregullt në stërvitje, janë përgatitur shumë mirë, tash çdo gjë do t'ja lëm garës. Cilat terrene përzitni për të stërvitur ta të rinj? Ne kemi përzgjedhur Voskopojën, Dardhën edhe Goricën. Çdo gjë tash do t'ja lëm kampionatit kombëtar që zhvillohet në muajin qershor. Atje do duken si do ndahen me kohë nga shoku. Që prej fillimit ky klub ka 8 anëtar të cilët janë të apasionuar pas këtij sporti. Unë e dashuroj këtë sport. Stërvitja ecën shumë mirë. Profesori na bën një përgatitje shumë të mirë. Më pëlqen se si ai na zgjedh terrenet, po terreni varet nga lloji i garës. Nëse gara është fushore, zgjedhim terrene fushore që të përgatitemi. E nëse gara është malore, zgjedhim terrenet malore. Keni vështirësi në këto përgatitje? Jo, sepse profesori na ka kompletuar të gjitha me bicikleta të mira dhe jam shumë mirënjohës profesorit. Ky sport më pëlqen shumë dhe kam pasur shumë dëshirë që në fillim të hyj në ciklizëm. Edhe ëndra ime u realizua dhe tani po bëjmë stërvitjen me trajnerin tonë që po na ndihmon shumë për të vajtur në garën që do të kemi. Ju duket e vështirë stërvitja? Po në fillim na dukesh e vështirë, po tani nuk na bën përshtypje sepse kemi mësuar shumë teknika për të mos u lodhur. Stërvitja e të rinjve zhvillohet 6 ditë në javë për 3 orë, ku ata përshkojnë itinerare në zona të ndryshme malore, por dhe terrene të vështira në mënyrë që të jenë të përgatitur për çdo lloj garimi. Gara e parë në të cilën mori pjesë ky ekip ka qenë ajo me itinerarin Kavaj-Maminas-Kavaj, ndërkohë që kanë qenë pjesë në rrethin ciklistik dhe garën e Republikës.